Shikues të nderuar, përshëndetje. Mirë se takohemi së bashku në emisionin Informohu edhe ti, një emision ku gjithmonë sjellim tema që na frymëzojnë dhe na informojnë më shumë për botën që na rrethon. Sot ndalemi te letërsia, një fushë që jo të marketon, por edhe formon mendimin ton. Në Ulqin është mbajtur java e parë e letërsisë shqipe, një bashkëpunim mes Art Clubit, Pen Qendrës së Kosovës dhe Pen Qendrës së Shqipërisë, me qëllim që kjo ngjarje të bëhet një traditë në këtë qytet. Pjesë e kësaj jave letrare ka qenë edhe një punëtori për nxënësit, ku ata patën mundësinë të njihen nga afër me autor të njohur dhe të mësojnë më shumë rreth shkrimit të poezisë, prozës dhe esejës. Sot kam kënaqësinë të bisedoj me 3 vajza të reja që ishin pjesëmarrëse në këtë punëtori dhe që ndan krijimet e tyre dhe morën këshilla nga autorë të ndryshëm. Me neve sot janë nxënëse të shkollës së mesme, vllazërim dhe bashkim në Ulqin, Harisa Mehmeti, Berina Ismaili dhe Leona Lesevic. Përshëndetje, faleminderit që keni pranuar ftesën tonë. Përshëndetje. Faleminderit. Atëherë, si fillim unë duhet të di se si u ndjet kur morën ftesën për të marrë pjesë në këtë punëtori dhe a ishte hera e parë që merrni pjesë në aktivitete të tilla letrare? Jam ndjesh shumë emocionuar, po ashtu edhe kam pas nderin që kam marrë pjesë në këtë aktivitet letrar. Nuk është hera ime e parë, sepse për fat të mirë shkolla jonë ka organizime letrare dhe do të ketë shumë më shumë. Një ndër to ka qenë organizimi Toleranca, të cilin kena pas mundësi me shpreh edhe talentin ose me lexu krijimet tona, po ashtu edhe kena në shkollë këndin e leximit, cilin e zhvillom, është një orë që zhvillom çdo muaj. Kështu që jeni aktiva. Po, jeni. Mirë, duhet të dijem nga ju. Gjithashtu edhe për mua ka qenë një përvojë shumë e mrekullueshme të merrja pjesë në një aktivitet të tillë letrar. Përveç këtyre që ka përmendur shoqja ime, gjithashtu kemi pasur ditën botërore të librit dhe ditën botërore të teatrit. Kemi marrë pjesë në shumë aktivitete të tjera, nuk ishte hera ime e parë dhe mendoj se do të marrë pjesë edhe në të ardhmen. Po ashtu jam ndjerë shumë emocionuar që pata pra nderin të jam pjesë e këtij aktivitete. Nuk është po ashtu as hera ime e parë që merr pjesë në këtë aktivitete, kam marrë pjesë në aktivitete të tjera siç është edhe ka qenë dita botërore e librit që ishte pak më herët, si edhe aktivitete të tjera të cilat na i mundson edhe shkolla. Atëherë unë duhet të di se çfarë ju shtu të merrni pjesë pikërisht në këtë punëtori, do të thotë a ishte ajo dëshira për të mësuar më shumë, për të aktivizuar më shumë, apo ndoshta ajo ideja për të takuar autorët nga afër? Pra mendoj që aftësia me mësu më shumë na rritet çdo ditë, pra ndërsa njohim dhe autorë të rinj, njohim ndoshta edhe disa këshilla të reja dhe mundësia që ne të lexojmë edhe punimet tona më ka shtyr më shumë, pra që të jem pjesë e këtij aktiviteti. Njësoj edhe për mua, mendoj se na shtin ideja të njohim më tepër dhe shohim nga afër autorë të rinj, por edhe pse jo të marrim këshilla prej tyre dhe të zgjerojmë njohuritë tona në lidhje me letërsinë. Atëherë mësojmë që në këtë punëtori ju keni shpalosur ato krijimet tuaja origjinale. Duhet të di nga ju se kur u takuat për të parën herë me shkrimin. Unë që shumë të vogël kam fillu me shkru, gjithmonë e kam pas një fletore temën që besoj që tanë fëmijët e kanë, edhe është hera parë e jemja që kam pas mundësinë me i shpreh krijimet e mia edhe mi lexu ata të tjerët. Mirë, si ishte ajo ndjenja? Ndjenja mi lexu krijimet e mia para autorëve që kanë përvojë ka qenë shumë emocionuese edhe shumë motivuese për mua se edhe kam marrë këshilla, çka kam gabu, çka ja. Do me thënë, ka qenë një ndjenjë shumë e mirë, me një fjalë. Mirë, për ju, kur ishte hera e parë që u takuat me shkrimin? Në fakt, nuk kam filluar që në moshë shumë të vogël, më pëlqente shumë të lexoja dhe kur lexoja, motivohesha dhe pastaj provoja të shkruaja edhe unë. Dhe ka funksionuar, shumicën e rasteve motivimin e merrsha vetëm nga leximet e shumë teksteve të ndryshme ose edhe poezive të ndryshme. Dhe vazhdoni të shkruani? Po. Njësoj, besoj edhe unë nga fëmijëria, ndonë se ato kanë qenë pra një poezi të shkurtra, do të thonë një rimë e vogël për nënën, ndoshta për gjyshen, pra shkrimtarinë e kam filluar që nga vogël. Vazhdon të shkruash gjithashtu edhe tani? Po, akoma.
Mirë. Atëherë duhet të di se si ishte përvoja bashkëbisedimit me autorët, a ishte hera parë që takoni autor do të drejt për drejt të bisedoni me të, dhe çfarë ndjesie kishi duke u përballur me dikën që ka përvojë të gjatë në letërsi? Besoj që për mua ka qenë edhe hera e parë që kam parë rastin që të flas dhe të pyes disa pyetje autorëve të cilët kanë ardhur pra në takimet tona dhe jo vetëm të marrim këshilla dhe ata të na dëgjojnë pra punimet tona. Mirë, për ju si ishte ajo përvoja, çfarë do thoni? Ishte një përvojë shumë e mrekullueshme, të merrje këshilla dhe të ndigjoje gjithashtu opinionet e tyre në lidhje me ty, sepse të marrësh këshilla prej autorëve të cilët kanë përvojë dhe të cilat të ndihmojnë të vazhdosh punimet tuaja në të ardhmen është një gjë shumë e bukur. Leona, do veçosh ndonjë këshill nga autorët që ke marrë dhe që mendon se do të shërbejë më shumë në të ardhmen? Mendoj se këshilla ma mirë që ka marrë është që duhet, ku jena të shurë në krijimet tona, duhet në me qenë shumë sinqerta edhe emocionet tona mi shpreh. Mirë, ju do veçoni ndonjë këshill? Një këshill tjetër që mund ta veçoja do ishte të jemi gjithmonë vetvetja dhe mos t'i anashkalojmë ato ndjenjat tona, sepse çdo tregim duhet të ketë atë magjinë e vet. Unë ndoshta do thoja që të mos ndalemi nga frika që nuk do dim të shkruajmë dhe të mbajmë origjinalitetin në shkrim. Mirë, ju ka ndihmuar kjo punëtori se të kuptoni, do të më mirë se ku duhet të përmirësuar do të shkrimet tuaja. Besoj në atë aspektin që nuk duhet dorëzuar, nga që ata folën pak a shumë se shkrimi nuk ka caqe, pra vetëm që duhet të vazhdosh të shkruash sa më shumë dhe kur të mos ndalesh, po. Mirë, ndonjë kritik tjetër që keni marrë dhe që mendoni se do t'ju vlejë shumë të përmirësoheni në të ardhmen? Mendoj që njësej është mos mu dorëzu edhe me lexu sa më shumë. Cili ishte momenti më i bukur apo më interesant gjatë punëtorisë? Do na tregoni pak se si ka ecur e gjitha. Po them unë e para, momenti më i bukur ishte kur filluam të gjithë të lexonim ato punimet tona dhe dëgjuam dorë trokitjen e publikut dhe opinionet e bukura të autorëve. Ishin shumë të kënaqur me ne si nxënës dhe na pëlqeu shumë. Mirë, keni ndonjë moment tjetër të Po, njësoj momenti më i mirë mund me thënë kur kam lexu krijimin tem që e kam shkruar para disa autorëve që kanë përvojë shumë të madhe dhe nuk ka pas ndjesi më të mirë se më ju pëlqej atyre. Më vjen mirë. Atëherë, kur shkruani, çfarë ju frymëzon më shumë? Një ngjarje personale, ndonjë ndjenjë apo diçka që lexoni, shihni apo dëgjoni? Për veti kur filloj me shkru, unë prindjesive momentale ose edhe për të kalumës, gjithmonë bazohem të kalumën edhe ndjesin momentale. Nuk ka më mirë se me shkru diçka prindjesive. Mirë. Unë mund të them që motivohem më tepër nga leximet e ndryshme. Nuk mund të them se çdo herë para se të shkruaj një temë lexoj një tjetër, por shumicën e rasteve më frymëzon të vazhdoj të shkruaj diçka tjetër duke lexuar një përpara. Juve çfarë ju frymëzon? Për mua mund të them se është edhe një kombinim, se ndoshta ndonjëherë shkruajmë pas eksperiencave personale, ndoshta ndonjëherë edhe çfarë ndjej, ndoshta ndonjëherë diçka të vogël që e lexoj diku ose ndigjoj diku. Ndërsa i përjetimi gjatë procesit të shkrimit, si është? Më thaqë edhe pak më parë është ndjesi momentale, unë flas për veti është ndjesi momentale që nuk ka më mirë se me kap lapsin edhe letrën edhe me shpreh ndjenja. Do të shërben edhe si një shprehje emocionale. Sidat më të mbella që përballeni kur shkruani, por të them, ndoshta cilat janë ato sidat që mendoni se hasin autorët apo shkrimtarët e rinj? Mund të hasim sfida jo shumë të mëdha, por sfidat që në të ardhmen ndoshta mund të na forcojnë. A mendoni ndonjëherë ndoshta edhe paragjykimi, por se si të tjerët do e përjetojnë krijimin tuaj? Na jena krijues të ri dhe nuk mendoj se kena pas fort kohë që me pas sfida shumë të mëdha si kanë pas autorët që kanë përvojë. Par është aja kur met për fjalëve ose edhe, si thot, edhe paragjykimi normal, se jena ala në të adoleshencën tonë që gjithmonë mendon më parë, a ka më pëlqyer tjerëve se vetit. Mirë. Apo punoni më shumë me ndonjë zhanër të caktuar apo ju pëlqen eksperimentoni me poezi, prozë dhe ese?
Unë mendoj që jam më shumë fance e prozës, nga që shpreh më mirë, nga që nuk preferoj rimën, nuk jam, më thënë, person që di të rimoj dhe aq shumë. Prandaj me pëlqen pra të shpreh ndjesitë e mia në prozë. Mirë, jo? Edhe mua më pëlqen proza më tepër, por kam eksperimentuar dhe vazhdoj të eksperimentoj edhe në poezi. Unë jam e kundërt atyre, kam qef më shumë rimat edhe poezit, se më pëlqejnë fjalët më shumë me rima. Por do të deri me tani keni provuar vetëm poezinë. Nuk kam eksperimentuar shumë. Mirë, keni kohë, kështu që. Atëherë sa i përket punëtorisë, do të di se kush u ka udhëhequr dhe si ka ndikuar do të thotë përvoja e të punuarit në udhëheqësin apo me profesoreshën. Shtysa jonë më thonë që është profesoresha Gjoe Shqipe, që marrë dhe rastin më falenderu, ajo ka qenë shtysa jonë më e madhe, cila ka kontribu që mos më lajnë talentin tim si të myllur. Edhe nëse na për shembull nuk kemi qenë gati dalim në skenë, shprehim atë mendimin tonë, ajo gjithmonë ka ardhur dhe na ka thënë ti mundesh, vazhdo, je shumë mirë, kështu që është falenderojmë shumë profesoreshën. Mendoj që po ashtu, këshillat na kanë bërë që me shty vetëm sa më para dhe të japim maksimumin këtë punëtori që kemi pasur. Gjithashtu mendoj se ka shumë rëndësi edhe që keni dikën që u suporton edhe sa i përket talentit, duke qenë se duket se jeni të trija të talentuara dhe të vazhdoni të ngjallni atë ndjenjen dhe talentin që keni për letërsi. Atëherë unë duhet të ndalem tek poezia, do të thotë çfarë të pëlqen më shumë tek poezia përpos së rimit, është diçka tjetër që do veçosh? Për mua më thonë që poezia janë fjalët e mia të vërteta. Nuk du më shtu më shumë, janë fjalët që ndjej. Mirë. Po sa i përket prozës, do të thotë, duhet të di se cilat janë ato tematiket që i zgjedhni do të thotë ta shpalosni në prozë. Pra, kur shkruaj prozë, mendoj që mua më jep aftësinë që të shkruaj dhe të mos ndalem, pra të shkruaj pa kufi. Për këtë arsye, besoj që edhe më pëlqen proza më shumë se sa më pëlqen poezia ose ndoshta edhe eseja. Përdor imagjinatën apo fokusohesh të ngjarje? Ndoshta një kombinim, ndoshta ndonjëherë është diçka personale, ndoshta ndonjëherë futem pak në imagjinatën time. Ju? Edhe mua më pëlqen proza më tepër, për arsye se mund të shkruash lirshëm, pa menduar se ku do dalë në fund, me rim apo pa rim. Kështu që bazohem më tepër tek ngjarjet momentale se sa në imagjinat, por edhe imagjinata jep atë magjinë e vet. Mirë, atëherë përmend me deri dikun se keni pasur emocione gjatë leximit, por do të thotë si ishte reagimi i publikut? Ishte shumë i bukur. Nuk mund të them se ishte hera ime e parë, kam lexuar edhe herë të tjera pranë publikut dhe publikut i ka pëlqyer shumë dhe mendoj se edhe kjo njihet si një shtysë e madhe për të vazhduar edhe më tej. Mirë, po sa i përket leximit, a lexoni shpesh libra dhe nëse po, cili do jetë ai autori që ju ka lënë më shumë presa? Po, shpesh marr libra ndoshta edhe nga biblioteka e shkollës, ndoshta ndonjë kam edhe nga koleksioni im. Ndërsa nga librat e mi të preferuar, mund të them që është edhe Net të bardha nga Fyodor Dostojevski. Për mua lexoj libra, një nga librat e mi të preferuar ishte Ditari Ana Frank dhe më ka pëlqyer shumë dhe vazhdoj të lexoj libra të tjerë. Po ashtu edhe unë, në kohën time më të lire ka lajnë libra. Libri që më ka lënë bresa është nga Hakis Tërmilli, sikur të isha djalë. Mirë, po sa i përket autorëve, do veçoni ndonjë? Nuk mendoj se më veçu se, si më thënë, tanë e kajnë atë emocionin, tanë e kajnë një këshillin e tyne edhe... Mendoni se letërsia është një mënyrë për të kuptuar edhe botën përreth? Po, mendoj që është, se sa më shumë që të lexojmë, në fakt, sa më shumë që të lexojmë, kena me kuptua edhe botën, edhe njerëz që bela nuk i kena hasa la një jetë, edhe kur t'i hasim për librave, mendoj që gjithmonë kena me cilë diçka të mirë. Mirë, mendimi juaj për letërsi, sa ndihmon që të kuptoni botën përreth? Mendoj që ka një ndikim të madh, nga që në libra ne mund të hasim edhe me karaktere të ndryshme, si dhe përvoje të ndryshme që ndoshta i ka pasur edhe vetë autori. Hasemi pra me personazhe të ndryshëm nga zhanre të ndryshëm, domethënë nëse ata janë pra antagonist, protagonist, pra i dallojmë dhe mund t'i studiojmë ata në një mënyrë sa më të bukur, ndoshta edhe që e bën librin edhe më të bukur, si më thonë, më fantastik.
Mirë. Cili do ishte mesazhi më i rëndësishëm që dëshironi të përcjellni me shkrimet tuaja? Me prozë pikërisht ju. Mesazhi që do të dëshiroja t'ju jepve edhe unë këtyre autorëve të rinj, siç jam unë për shembull, është të mos dorëzohen kurrë, nëse mendojnë se nuk do ja dalin gjithmonë, të kenë atë primaren atë gjën që ti mundesh dhe të mos dorëzohen kurrë. Mirë, po ju cili është ai mesazhi që doni të përcjellni me prozë? Pra, njësoj do të thoja ndoshta dhe mos dorëzimin, nga që dorëzimi vetëm na lë mbrapa. Pra, vazhdo të shkruash, vazhdo të punosh, domethënë mos ta lëm kurrë mbas dore. Mirë, po sa i përket se armës, keni ndoshta ndonjë ëndër që të botoni diçka tuajen? Po nëse kam arrit atë nivelin që mendoj që muj me kriju ose me shkruaj një libër tim, gjithmonë nuk jam kundër, e mendoj. Mirë, ju keni menduar? Njësoj edhe për mua, nëse mund t'ja arri, nëse krijoj punime, pse jo, libri i mirëpritër gjithmonë. Mirë, po sa i përket armës, mendon ndoshta të eksperimentosh me ndonjë zhanër tjetër, apo dëshiron të fokusosh tek poezia dhe t'ju përkushtosh? Për momentin mendoj këtë eses edhe poezi. Nuk mendoj se kam më shumë me eksperimentu me zhanra tjera, jam e fokusuar në ta për momentin. Ndërsa ju, çfarë mendoni, do e gjeni Ne jemi më tepër ka proza. Mirë. Atëherë, çfarë do këshilloni të bashkëmoshatarëve tuaj që ndoshta kanë frikë të shprehen përmes letërsisë? Përmendet parë që një mesazh do ishte që të mos dorëzohen, por keni ndonjë këshill ndoshta? Të mos kenë frikë të shprehen, mos kenë frikë nga paragjykimet, po ashtu edhe mos dorëzimi, thjesht mos kenë frikë është këshilla. Dhe të jenë vetvetja. Të jenë vetvetja dhe sinqeritet. Mirë, Dhe ndoshta të mbahen te mendimet e veta, pra se shkrimi i tyre është shkrimi i tyre dhe të mbajnë origjinalitetin. Mirë, dhe për fund duhet të di se nëse do mund të takoni ndonjë autor të madh shqiptar apo të huaj, kush do të ishte dhe çfarë do t'i pyesni ju ata? Secili autor shqiptar ose i huaj tek shkolla jonë është gjithmonë i mirëpritur, ne jemi gjithmonë të hapur të njohim më tepër autor dhe të marrim në këshillat e tyre. Do veçoja autorin Recep Qosja, të cilin do kisha privilegj, do kishim në fakt të gjithë privilegj që ta njihnim më afër edhe të po ashtu të marrim këshillat e tij. Mirë, shpresoj se do të realizohet. Vajza më mbetet t'ju falenderoj shumë për kohën që keni ndarë për ne, t'ju uroj shumë suksese dhe të uroj që të jeni kështu aktive dhe letërsinë mos të lëni anash. Faleminderit. Atëherë pas bisedës me vajzat, kalojmë tani te dikush që ka ndjekur nga afër gjatë gjithë kësaj përvoje, pra profesoresha e letërsisë, e cila ka qenë mbështetje dhe një udhërrëfyese për to. Dua ta pyes më shumë për përshtypjet e saj rreth kësaj punëtorie, për rëndësinë që kanë aktivitetet të tilla për nxënësit dhe si ajo është zhvillimin e tyre letrar dhe personal pas kësaj përvoje. Me neve sot është profesoresha e gjuhën shqipe dhe letërsisë Bediha Gjoni. Përshëndetje, faleminderit që keni pranuar ftesën tonë. Përshëndetje, faleminderit ju që keni ardhur pak edhe keni bërë edhe pak rrugë që të vini në shkollën tonë dhe faleminderit që jo vetëm kësaj herë, por televizioni juaj gjatë gjithë kohës i ndjek nga afër manifestimet tona, mirë se keni ardhur edhe një herë dhe i keni gjithmonë do të thotë dyert e hapura në shkollën tonë. Manifestimet e tilla padyshim që janë gjithmonë të mirëseardhura dhe janë më së nevojshme, sepse përveç atij mësimit teorik, mësimit formal, gjithmonë është i nevojshëm edhe ajo që quhet mësimi jo formal, mësim nga praktika, mësim nga jeta e përditshme, mësim nga në këtë rast që kemi pas një mësim shumë të vyer nga vetë autorët, sepse ne sado që jemi profesor gjuhës dhe letërsisë, është më ndryshe ndoshta kur nxënësit i takojnë nga afër autorit, sepse është edhe kjo figura e autorit që është pak edhe mitike dhe e konsiderojnë si një figurë gati që nuk arrin kurrë ta takojnë. Paktën gjenerata ime ashtu i kemi paramenduar gjithmonë autorit si figura të larta që s'do arrin kurrë t'i takojnë dhe bëhen të prekshëm, bëhen toksor për ta edhe janë gjithmonë të mirëpritura dhe të nevojshme. Në fakt ne si shkollë jo tani për të lavdruar shkollën ose institucionin, mirë po dihet që në qytetin tonë jemi një shkollë e cila gjithmonë kemi aktivitete, jo vetëm nga fusha e letërsisë, fusha e gjuhës, mirë po secili aktiv i shkollës do të thotë mundohet që nxënësve
t'ju jap edhe këto aktivitete jashtë shkollore, këto aktivitete jashtë kurrikulave shkollore, sepse patjetër janë aktivitete shkollore në mënyrë që ata të ndihen edhe të kenë përvoja më të mëdha që unë besoj që siç ishte për shembull ky aktivitet i fundit që kishim para pak ditësh, do ngel gjatë në kujtesën e tyre, kjo është më e rëndësishme. Atëherë unë duhet të di pak më shumë mbi organizimin e kësaj punëtorie dhe duhet të di se si e përjetuat këtë punëtori nga perspektiva e një profesoreshe. Atëherë, punëtoria është, siç edhe ju e paralajmëruat në hyrje, është në kuadër të javës së letërsisë shqipe, në Ulqen, do të thotë është edicioni i parë, i cili vjen si një bashkëorganizim mes shoqatës së artistëve dhe intelektualëve Art Klubit të Ulqinit dhe mes PEN Qendrës së Kosovës dhe PEN Qendrës së Shqipërisë. Këto dy shoqatat e fundit janë anëtare të PEN Qendrës botërore me selin në Londër, do të thotë është një shoqatë e cila mbledh autor është e nivelit evropian dhe botëror, autor të ndryshëm të vendeve të ndryshme. Në kuadër të këtij edicioni, në kuadër të tyre manifestimeve të cilat janë të shumta, do të thotë edhe ju i keni përcjellur që janë aktivitete të ndryshme, takime me shkrimtar, sapo mbaruam një aktivitet shumë interesant mbi një tërhesë letrare mbi tekstet shkollore, do të thotë të letërsisë, jo vetëm në Malzi, por në Shqipëri dhe në Kosovë, ishte edhe punëtoria me autorët e rinj. Ne ishim shumë të kënaqur dhe ishim shumë nderuar që na bën pjesë, do thotë edhe shkollën tonë në kuadër të këtyre aktiviteteve dhe unë personalisht e kam shijuar po aq shumë organizimin sa edhe vetë aktivitetin, sepse na shërbejnë këto aktivitete që edhe ne si mësimdhënës të spikasim talentet e rinj. Jo vetëm me këtë aktivitet, por edhe me aktivitetet tjera. Kemi pasur konkursin letrar që ka pas tematik tolerancën, edhe ne si mësimdhënës jemi befasuar, ndonjëherë nuk i dinim që kemi kaq shumë talente, pastaj kemi zhvilluar ditën botërore të teatrit. Nuk e dinim që kemi aq shumë talente aktor cilët premtojnë. Kemi pasur shfaqjen Sikur t'isha djalë, për cilën besoj që jeni të informuar, ka qenë një shfaqje e organizuar do thot nga shkolla jonë, bashkëpunim me regjizoren Edina Musafiq dhe skenografin Jetmira Hoxha, ku aktor do thot kanë qenë gjithë nxënësit e shkollës tonë. Ka qenë një shfaqje që për t'ja pasur zili secili teatr, aktivitete të ndryshme që unë mendoj që secili aktivitet e ka këtë mirën e tij, i cili neve si mësimdhënës na bën qartë se në cilën fushë duhet të bazohemi dhe të punojmë me nxënësit, do thotë sepse unë besoj që secili nxënës e ka një talent, do thotë nuk mund të jenë gjithë talent letërsi, nuk mund të jenë gjithë talente në sport, e jona është që të identifikojmë dhe të punojmë, do thotë qoftë edhe individualisht pastaj me ta. Atëherë të kthehemi paksa tek punëtoria, duhet të di se si e shihni guximin apo vetbesimin të nxënësit për të ndarë krijimet e tyre. Kjo është pak çështje e ndjeshme, varet edhe prej nxënësve, ka nxënës cilët nuk e kanë me frikë këtë pjesën që t'i lexojnë punimet e tyre, të përballen me kritika, me publik, mirë po ka nxënës që shumica prej tyre kanë pas do të thotë fare për herë të parë një organizim të tillë dhe ndoshta kanë pasur pak edhe atë ngurrim, por besoj që është merit secilit mësimdhënës të kësaj shkolle që t'i shtyjmë edhe të punojmë me ta edhe t'i inkurajojmë, pse jo, sepse unë e thash edhe një herë, por përsëris prapë që secili nxënës i kësaj shkolle, por secili fëmijë mendoj që e ka një talent të tij. Çështja është a arrin ai vetë ta zbulojë dhe a arrim ne si mësimdhënës që t'i identifikojmë dhe të punojmë konkretisht me ta. Mirë. Cili do ishte vlerësimi më i vlefshëm apo vëzhgimi më i vlefshëm që ju morët nga autorët sa i përket kësaj punëtorie? Mbi nxënësit apo? Unë jam ndjer shumë e lumtur sepse autorët nuk ishin vetëm këto 3 vajzat që lexuan, kemi pasur disa nxënës, diku afër 10-12 nxënës që kanë lexuar punimet e tyre dhe kemi pas akoma më tepër nxënës që janë lejmuar, mirë po ju e dini edhe koha gjithmonë është e limituar. Autorët janë surprizuar, në fakt, janë befasuar, sepse kur përmenden nxënës të nivelit të shkollave të mesme, autor krijues të shkollave të mesme, pritet një nivel ndoshta tjetër, sepse është natyrshme, janë fillestar, mirë, po nga ajo që kam mundur të bisedoj me ta pastaj edhe në mënyrë private janë befasuar edhe shohin që ka potencial, edhe besoj që letërsia tek shqiptarët e Malit Zi është në duar të sigurta, sepse është pak temë ndjeshme, është
është vështirë që të promovohesh, do të thotë ti je autor në Malin e Zi, shqiptar në Malin e Zi, dim gjithë sfidat që hasin ditë për ditë, por mendoj që kjo gjenerata më e re, konkretisht gjimnazistat tanë, e kanë do të thot atë pasionin edhe e kanë atë vullnetin, gjë që ndoshta ndonjëherë edhe nuk perceptohet kështu, por nuk është as pak e vërtetë, do të thot nxënësit edhe të rinjt, konkretisht po flas të rinjt e qytetit Ulqinit e kanë këtë pasion, e kanë këtë vullnet edhe besoj që nuk do ndalen, nuk do rrethanat e jetës ndoshta nuk do arrin që ta ndalin këtë hovin që e kanë tani. Por mendoni se duhet organizuar më shumë aktivitetet e tilla në shoqërinë tonë apo jo? Patjetër. Unë po flas tani në aktivitetet shkollore, sepse aktivitetet në shoqëri ndoshta është pak më vështirë dhe është pak më sfidë për ta të rinj që inkuadrohen edhe ta marrin vetbesimin që të inkuadrohen. Mirë po, aktivitetet shkollore është më ndryshe, sepse janë shkollën e tyre, janë shtëpinë e tyre, ndjehen më të lirë. Këtë kam vënë re nga gjitha organizimet. Patjetër, ne kemi pas organizime edhe me krijues lokal. Është e rëndësishëm që ne t'i njohim edhe krijuesit tanë lokal, mos pretendojmë gjithmonë që të njohim autorët e letërsisë shqipe, do thot ajkën e letërsisë shqipe pa njohur mirë letërsinë tonë. Jemi do thot vazhdimisht duke punuar me lexuesit e rinj, do thot me këndin e leximit të cilin e zhvillojmë çdo muaj. Është befasuese sepse nxënësit përveç që lexojnë lektyrat e tyre që i kanë obligative, lektyrat shkollore, vinë vullnetarisht dhe do thot një herë, 2 herë në muaj mblidhemi dhe lexojmë një libër të cilin e zgjedhim gjithë bashkë. Kështu këtu pak i lirojmë, do thot munden edhe të japin ndonjë sugjerim se çfarë dëshirojnë të lexojnë, mirë po e bukur është edhe për mua personalisht që i lexoj ato libra bashkë me ta, ndodh që për hir të këndit leximit i rikthehem edhe unë leximit edhe kur e shoh se si i perceptojnë ata është pak më ndryshe si e perceptoj unë edhe me thënë drejtën e shijojmë edhe ne si mësimdhënës përveç nxënësve. Mirë po ne kemi do të thotë nxënës talenta dhe kemi nxënës të përkushtuar, çka është më rëndësishme, mendoj. Sa po doja t'ju pyesja se si mundoheni ju si profesoresh ta nxisni atë dashurinë ndaj letërsisë tek nxënësit, por duket se është edhe këndi i leximit ku besoj mundoheni maksimalisht. Po, për këndin e leximit dua do thotë falenderoj secilin mësimdhënës të gjuhës shqipe konkretisht sepse faktikisht ekziston këndi i leximit edhe i gjuhës malazeze, jemi të 2 kënde leximit që funksionojnë. Mirë po duat falenderoj kolegët e mi, konkretisht profesoresh Norën dhe profesor Bërimin, cilin paralelisht punojmë me nxënësit dhe mundohemi që vazhdimisht që duhet pak edhe t'i nxisësh, t'i nxisim që të lexojnë dhe të paktën një herë në muaj të mblidhemi, nëse jo më shpesh, këndi i leximit paktën një herë në muaj mblidhet rregullisht, do thotë tash e sa muaj. Por në përgjithësi si e shihni interesimin e nxënësve për letërsinë? Unë thash, do thotë nuk mund të pretendojmë që të kemi lexues masiv, sepse jemi gjithë do thotë të vetëdijshëm me dinamikën e jetës edhe si ka ndryshuar dinamika e jetës sot, nuk mund të pretendojmë që nxënësit jenë të interesuar gjithë njërin fushën, mendoj që është pak absurde edhe nuk mund ta pretendojmë këtë gjë, më rëndësi kemi nxënës që janë të interesuar, edhe nëse janë pakicë, gjë që nuk janë, sepse të këndi i leximit kemi afër 30 nxënës, do thotë që janë të lajmëruar, që vinë rregullisht, që marrin pjesë në aktivitete. Nuk e konsideroj që është numër i vogël, sepse unë vetë kam marrë pjesë të këndet e leximit si studente në Prishtinë, Tiranë, në qendra të mëdha dhe nuk është se arrinim të mblidheshim më shumë, aq do thotë është sepse njeriu i vendos vetë prioritetet, kemi nxënës që ka një pasion tjetër dhe nga njëherë është edhe koha që i limiton edhe ne, por edhe nxënësit. Prandaj besoj që duhet të jetë e kuptueshme dhe unë çka kam vënë re në këtë shkollë është që është krijuar një ide, ndoshta në shoqërinë jo vetëm në Ulqin, por në gjithë shoqërinë tonë që të rinjt nuk lexojnë. Unë do thoja të kundërtën, të rinjt e sot lexojnë, përkundër që ka ndryshuar koncepti si merret informacioni, është teknologjia me një klikim shkon te informacioni më lehtë. Ulqini por edhe Prishtina, Tirana me të cilët kam pas mundësi të kontaktoj, lexojnë. Nuk është i gabuar kjo ideja që ka mbetur kështu si absurde që nuk lexojnë. Unë nuk dua konsideroja kështu. Por çfarë do thoni për leximin digjital, mbas që jemi te kjo temë?
Unë jam gjithmonë pro që atë ndjesin që ta jep libri, kur e shfleton, kur e prek nga njëherë edhe aroma libri të ri, nuk arrin të zëvendësoj leximi digital ose librat digital. Mirë po, duke qenë që edhe unë i takoj këtij brezit të rinj, edhe nuk është që mendoj që teknologjinë duhet ta shfrytëzojmë. Nëse mund ta kthejmë favorin tonë, pse jo? Nuk jam pro atij mendimi që ta mohojmë komplet. Pse jo? Nëse neve na lehtëson jetën, nëse neve na ndihmon, pse mos ta përdorin? Edhe te këndi i leximit, sepse është pak edhe problem që t'i gjejmë librat, t'i sigurojmë gjithë librat. Kemi bibliotekën e shkollës, do të thotë me ato fondet cilat i ka, mirë, po nganjëherë është problem. Edhe unë ju propozoj leximin digital nëse vetëm është mënyra vetme që të arrije deri te libri, pse mos ta përdorim? Nuk e shoh diçka si kundër. Mirë. Atëherë për fund duhet e di të marrë një mesazh nga ju apo porosi për nxënësit që kanë pasion për letërsim, por ndoshta kanë ato dyshime të veta për të ndarë krijimtarinë e tyre. Unë mendoj që nuk duhet jo vetëm tek letërsia, por të secilas fushë e jetës njeriu nuk duhet ta sforcojmë, nuk duhet t'i bëjmë presion deri në momentin që ai të ndihet vetë gati. Edhe unë këtë mundohem që t'i nxis pa ju bërë presion, sepse është diçka që është ndjenje brendshme. Nëse ai nuk e ndjen ta bëj, do vi dita që ndoshta do e ndjej ta bëj dhe ta shijoj. Të presin momentin e duhur edhe të mos ndalen, edhe nëse nuk janë akoma gati të botojnë, sepse nuk është aq e lehtë të përballesh me, sepse një poezi, një krijim kur botohet nuk është më i yti, ai veç i yti që nuk është më, është i gjithë publikut, nëse nuk ndjehen gati ta botojnë, pse jo të vazhdojnë të shkruajnë, edhe të mos ndalen asnjëherë. Do doja t'ju thoja nxënësve konkretisht se për ta jemi sot. Atëherë më mbetet ju falenderoj shumë, t'ju dëshiroj shumë suksese në të ardhmen dhe të them më të vërtet ju lëm për punën që bëni, për kontributin që jepni dhe që letërsinë e mbani gjallë. Faleminderit shumë, dua t'ju falenderoj ju që keni ardhur dhe dua të falenderoj do të thotë secilin mësimdhënës të kësaj shkolle, e me në kryet patjetër kapitenën tonë, drejtoreshën, e cila është të thotë një motor i vërtet energjie, jo vetëm për nxënësit, por edhe për ne, edhe që na inspiron edhe ne çdo ditë, sepse është e rëndësishme nganjëherë që edhe ne si mësimdhënës të frymëzohemi nga dikush për të punuar, kështu që secili mësimdhënës i kësaj shkolle është duke dhënë maksimumin e tij për këtë shkollë, për cilën unë do dua ta mbyll me një faleminderit për gjithë, për secilin anëtar të stafit. Shikues të nderuar, faleminderit edhe ju për vëmendjen, mirupafshim në emisionet e tjera.